Me dhjetra turistë zgjedhin që të vizitojnë manastirin e Shënmërisë në Zvërnec edhe përgjatë dimrit. Ata vinë nga vende të ndryshme të Bashkimit Evropian, si Gjermania dhe Belgjika, por nuk mungojnë as vizitorët nga vende në distancë të largët, si SBA-ja. Turistët pohojnë se kanë zgjedhur Shqipërinë dhe Vlorën si vende të pa eksploruara më parë, të cilat kanë dashur t'i vizitojnë. Pasi kanë vizituar, ata thonë se nuk janë bërë as pak pishman, pasi Vlora sipas tyre është një qytet mjaft i bukur. Për ta Vlora është një vend i cili që me shikim të parë të lë mbresa. Tregojnë se në Vlorë i pëlqen edhe ushqimi, por edhe njerëzit janë të mrekullueshëm. Turistët thonë se do të kthehen sërish, madje Zvërnecin dhe Vlorën do ta sugjerojnë edhe tek miqtë e tyre në vendet ku jetojnë. Albania is famous in Germany now. It's famous. Yeah, it's very famous. Shqipëria është shumë e famshme në Gjermani. Këtë vend më parë e kam parë edhe nëpërmjet internetit. Ne do të qëndrojmë një javë këtu. E zgjodhëm Vlorën si një prej destinacioneve më të bukura në art. Ne do të vizitojmë më pas edhe Gjirin e Gramës. Për manastirin e Zvërnec është herë e parë që dëgjoja. Me shikim të parë, realisht duket mbreslënës. Vlora më pëlqen shumë gjithashtu. Ka njerëz shumë miqësor. Ushqimin nuk e kam provuar shumë deri më tani. Kemi bler, kemi provuar vetëm byrek. Ishte shumë njëshishëm. Byreku është shumë i famshëm gjithashtu në Gjermani. Unë, me siguri, do ta rekomandoj Vlorën tek miqtë e mi në Gjermani dhe me shpresë se do të kthehem këtu sërish. Yes, of course. And do we'll come again? Yeah, of course. I come from Belgium, from Bruges. From Bruges? From Bruges, yeah. The old town, the medieval town. Unë vi nga Belgjika, nga qyteti i vjetër i Bruzhit. Është hera jone e parë që e vizitojmë këtë vend. Erdhëm këtu sepse është lirë për ne, dhe për më tepër, ne e pëlqejmë shumë ushqimin, si dhe kulturën shqiptare, dhe gjithashtu na pëlqen shumë klima, deti, malet dhe çdo gjë tjetër. Ne do të qëndrojmë vetëm në Vlorë. Kontrolluam dhe e pam këtë vend nëpërmjet internetit. Ne e vizituam manastirin edhe në brendësi. Është shumë bukur. Pavarësisht se një pjesë e urës aty është dëmtuar, këtu është gjithsesi bukur. Më pëlqen historia që duket se ka ky vend. Gjithsesi, është mirë që ura të riparohet. Ndoshta unë do të kthehem sërish në Vlorë apo do të vizitoj një tjetër pjesë të qytetit. Do ta sugjeroj me shumë mundësi Vlorën tek miqtë e mi. Ne do të qëndrojmë këtu për 3 ditë, sepse kemi probleme me fluturimin, por realisht ky vend na ka pëlqyer shumë. Because we had problems with the flight and there was a strike, but I love it, yes. It's beautiful places. Yeah, try to come enjoy the Albania. Unë vi nga Amerika, jam nga San Francisco. Është një vend shumë i bukur, kështu që zgjodëm të vinë dhe ta shijojmë Shqipërinë dhe njerëzit e mi që janë këtu. Jemi për herën e parë në Vlorë. Zgjodhëm të vinim në këtë vend në dhjetor për shkak të pushimeve që kishim nga puna dhe sigurisht është një periudhë kur ka më pak turist. Këtu do të qëndrojmë për 4 ditë. Pastaj do të vizitojmë edhe Gramën. Për manastirin kërkova më parë në internet. Ende nuk e kemi parë nga brenda, por duket shumë i bukur. We'll see, but it looks so beautiful. Yeah. Në manastirin e Shënmërisë në Zvërnec, nga viti në vit, vjet e re një rritje ndjeshme numrit të vizitorëve. Edhe përgjatë vjeshtës në këtë atraksion turistik, numri i vizitave është rritur ndjeshëm. Vizitorë në numër janë 20 deri në 30% më lartë se një vit më parë.